Rezervuari i Kasharajt, i ndodhur rreth 2.5 kilometra nga qendra e qytetit të Lushnjës, është ndërtuar rreth viteve 1970 dhe pas viteve 90 është kthyer në një nga zonat më të frekuentuara nga qytetarët dhe vizitorët e apasionuar pas natyrës. Fillimisht ai u ndërtua nga sistemi i dikurshëm për peshkim dhe vaditjen e tokave bujqësore. I vendosur mes kodrinave të mbuluara me gjelbërim, pisha dhe brezare, rezervuari ofron një panoramë të veçantë natyrore. Në të gjitha anët e tij shtrihen plantacione me ullinj, duke i dhënë kësaj zone një bukuri karakteristike dhe relaksuese. Shpeshherë kjo zonë frekuentohet nga qytetarë për shëtitje, piknik dhe kalimin e fundjavave, sidomos gjatë stinës së pranverës kur natyra merr më shumë hije, shi dhe gjelbërim. Megjithatë, kërkohet më shumë kujdes nga vetë qytetarët për ruajtjen e kësaj pasurie natyrore, pasi në disa raste, veturinat hidhen pa kriter duke ndotur ambientin. Ndërkohë, Bashkia e Lushnjës ndërhyn her pas here për pastrimin dhe mirëmbajtjen e zonës së gjelbër, duke krijuar një hapësirë kreative për të gjithë të apasionuarit pas natyrës dhe qetësisë. Banorët e zonës shprehen se rezervuari mbetet një nga vendet më të bukura për të kaluar orët e lira larg zhurmës së qytetit. Vizitorët e shumt zgjedhin këtë destinacion edhe për fotografi dhe aktivitete sportive në natyrë. Gjatë sezonit të verës, zona merr më shumë gjallëri nga familjarët e të rinj që preferojnë qetësinë dhe ajrin e pastër. Kjo pasuri natyrore konsiderohet një ndër pikat me potencial për zhvillimin e turizmit lokal në Lushnjë.